Besim Dina është një nga moderatorët më të dashur në Kosovë. Mënyra spontane e pyetjeve, ironit me shumë finesë dhe batutat janë pikat e tij më të forta. Edhe pse i pëlqen që të ketë përballë figurat e njohura për t'i intervistuar, ai vetë rrallë jep intervista dhe pranon të flasë për jetën e tij private. Edhe pse nga ana profesionale ai është shumë i arritur dhe i realizuar, shpesh shpreh se dëshira e tij për të patur një familje dhe për të përkëdhelë fëmijët e tij është mjaft e madhe, por deri tani nuk ka gjetur ende një partnere që të më përshtatet, u shpreh gazetari. Megjithatë, në jetë kurrë mos thuaj kurrë, dhe unë besoj e shpresoj se do të vi dita që do të mbaj në krah fëmijët e mi. E teksa ka folur për të ftuarit në emisionin e tij, Besim Dina ka treguar se pse kryeministri Albin Kurti nuk ka qenë asnjëherë tek emisioni i tij Oksigjen. Ai tha: "E kam ftuar Albinin në emision, jo që s'ka pranuar të vite mua si moderator, por më ka thënë, nuk shkel në televizionin Klan Kosova." Këshilltari i Kurtit ka sqaruar gazetaren time se Albini nuk ka asgjë personale me mua, madje ka respekt, por refuzon të vi te Klan Kosova. Janë të ditura përplasjet e Albinit me miliarderët e Kosovës, vëllezërit Devolli, të cilët janë pronarët e televizionit ku punon Besim Dina. Përplasjet mes Albin Kurti dhe vëllezërve Devolli shpërthyen pas pezullimit të licencës së Klan Kosova, duke ndezur debata ashpër për pushtetin dhe median. Pas këtij refuzimi, Besim Dina u shpreh: "Tani edhe nëse Albin Kurti më lutet që të vi te emisioni im, do të mendohem nëse e pranoj ose jo."